Tani, po jap një ilustrim me tabel për të vizualizuar më mirë mundësinë dhe aftësinë. Okej? Jemi këtu? Atëherë. Unë po bëj një grafik. Okej? Tani, këtu kemi mundësia. Çfarë është mundësia? Po, shiko, kemi një mundësi që të bëjmë një biznes 10 milion euro. Okej? Po ka mundësi tjetër? Po, ne ka. Çfarë është? 1 milion euro. O, mundësia tjetër. Ka mundësi tjetër? Po, ne ka. Çfarë është? 500k. 500.000 euro. Biznes. Po tjetër, 100.000. Po tjetër, 50.000. Okej? Këto janë mundësi. Tashi, a janë të vërteta këto mundësit? Po, janë vërteta. Po ku e di unë që janë vërteta? Po është dikush që po i bën këto? A ka një që një ti njeh? Mos ta njohësh personazhisht, po që keni gjuhë që bën biznes 10 milion euro, më shumë, që bën 1 milion, bën 500. Pra, këto mundësit janë, edhe janë shumë të qarta. Tani, këtu poshtë, unë po vë kohën. Le të themi që këtu ti tani e sot, okay? Dhe le të supozojmë se ti po bën 10k. Tani, kujdes, 10k, 10.000 euro në vit, nuk është detyrimisht patjetër biznes, Këtu them që kemi biznesin, pronar biznesin, kemi dhe ekspert. Ti mund të kesh edhe 10.000 euro fitim në vit, ose 12.000 euro fitim në vit, ose 15.000 euro fitim në vit, ose ke një biznes që bën 10.000 euro xhiro, ose 10.000 euro fitim. Pra, mundësia ti e këtu. Okej? Çfarë bën ti? Kur ti e këtu, ti shikon këtë mundësinë këtu 50.000 euro. Edhe thu, si të shkojmë këtu të 50.000 euro? E shikon këtë 50 euro? Kjo nuk bën për mua. Nuk bën për biznesin tim, nuk bën. Qa duhet për ta bërë këtë? Qa mungon këtu? Këtu mungon një që quhet high income skill. Tani kujdes, po t'jap një situatë tjetër. Le të supozojmë që pas 3 muajsh ti e rrit aftësinë tënde high income. Çfarë është high income? Është një aftësi që fiton të ardhurat larta. Okej? Pas 3 muajt le të themi që ti mëson të mbyllësh marrëveshje të shtrenjta. Kam nisë me një shifër që sharake thotë Iliana. Tani, ti mëson këto marrëveshje të shtrenjta dhe çfarë bën ti rritesh dhe bën biznes. Këtu mas 3 muajsh ti bën një biznes 50.000 euro. Okej? Jeni deri dakord? Është okej deri tani? Është i qartë deri tani? Shkruaj po në chat nëse është i qartë. Po, great. Tani, ti rrit paketën tënde të skillsave. Okej? Dhe tani, kur ti rrit paketën tënde të skillsave, ti shkon në një biznes që ti bën 100.000 euro. Okej? Kujdes. Bën një biznes 100.000 euro. Mund të jetë xhiro, mund të jetë fitim, s'ka rëndësi, sepse nuk dua të futem në detaje, por dua që t'ju jap listën e mundësive që janë aktualisht. Pra mundësit, ku duat dalën? Mundësit nuk mungojnë. Ato janë gjithmonë aty, në çdo nivel, 50.000 euro, 100.000 euro, 1 milion euro, 5 milion euro. Por ti sheh ose i kap deri në nivelin e aftësive që ti zotron. Deri në nivelin e aftësive që ti zotron. E kjo është arsyeja pse njerëzit thonë, nuk është për mua. Jo sepse nuk është mundësia, jo se mungon mundësia, por sepse nuk është aftësia që ti ta bësh këtë gjë. Dhe vërtet është kjo, ti nuk duhet të ndjekësh mundësitë. No, nuk duhet të ndjekësh mundësitë, vraposh mas mundësive. Ti duhet të rrisësh skillin tënd, paketën tënde të aftësive. Duhet të ndërtosh aftësitë dhe atëherë mundësitë fillojnë të ndjekin ty. Prandaj unë them, informacioni nuk ta ndryshon jetën. Aftësia e biznesit, aftësia high income, yes, kjo ta ndryshon jetën. Imagjino ti je këtu, shkosh në këtë këtu, pastaj shkosh në këtë, si do ishte jeta jote kur ti je në nivelin 50.000 euro edhe të shkosh në nivelin 1 milion euro. Si do ishte jeta jote? Rëndësishme është të kuptoni konceptin. Mundësitë janë. Jeta e ëndrave është. Si do ishte jeta jote nëse do kishe biznes 10 milion euro? Qa makine do ngisje? Qa shtëpie do kishe?
Po, pushimet ku do i bëje. Dhe kështu, paketa e skillsave për mua ka ndryshuar në botkuptimin e mundësive dhe jetën time. Sot nuk vlen të jesh një closer. Sot vlen të kesh aftësinë e një closeri. Një person që mbyll kontratat të nda dhe sjell para në tavolinë. Sa për ju që pëlqeu ky shembull? Shkruaj në chat.